Një 42 vjeçar ka ndërmarrë veprime ligjore kundër një restoranti, pasi bashkëshortja i zbuloi lidhjen e tij jashtëmartësore përmes një video të publikuar në TikTok, duke ngritur një çështje serioze mbi projektin e privatësisë dhe përdorimin e pamjeve të klientëve në rrjetet sociale. Sipas raportimeve, bulli u filmua në ambientet e restorantit pa dijenin dhe pëlqimin e tij. Pamjet u publikuan më pas në platformën TikTok, ku pan nga bashkëshortja e tij çka çoi në zbulimin e marrëdhënieve jashtëmartësore dhe në pasoja të rënda për jetën e tij familjare. 42 vjeçari përfaqësohet ligjërisht nga Kodakons, një nga shoqatat më të njohura italiane për mbrojtjen e konsumatorëve, e cila pretendon se restoranti ka vepruar në mënyrë të palishme duke shkelur të drejtat themelore të privatësisë. Është e papranueshme që një restorant të filmojë klientët pa pëlqimin e tyre dhe më pas t'i publikojë pamjet duke i ekspozuar ndaj pasojave të paparashikueshme, deklaroi Francesco Tanazzi, zëdhënësi Kodakons. Sipas tij, raste të tilla mund të kenë pasoja jashtëzakonisht të rënda për jetën private, familjare dhe shoqërore të individëve, veçanërisht kur përballen shpërndahet gjërësisht në rrjetet sociale. Kodakons ka bërë të ditur se po kërkon dëmshpërblim financiar në emër të klientit të saj, ndërsa po shqyrton edhe mundësinë e paraqitjes së një ankese pranë autoriteteve italiane për mbrojtjen e të dhënave personale, për të hetuar nëse janë shkelur ligjet për privatësinë dhe për punimin e të dhënave. Rasti ka nxjerrur debat në Itali mbi kufitë të përdorimit të rrjeteve sociale nga bizneset dhe përgjegjësinë ligjore që ato mbajnë ndaj klientëve të tyre.